Një video e shpërndarë në rrjetet sociale ka nxitur diskutime rreth marrëdhënies së produksionit me disa nga konkurrentët e Ferma VIP. Ka qenë ish banorja Fabiola Eliza e ajo që ka ndarë me ndjekësit një sekuencë ku protagoniste janë Mimoza Ahmeti dhe Zhaku gjatë një bisede brenda shtëpisë. Në materialin e shkëputur nga transmetimi, Mimoza dëgjohet i thotë Zhakut se përpara futjes në program nuk ka pasur një llogari personale në Instagram dhe se ka ndërhyrë agaj për t'ia hapur apo menaxhuar atë. Menjëherë pas kësaj deklarate, ka ndërhyrë zëri i produksionit përmes autoparlantëve, duke i tërhequr vrejtje poetes me fjalët: "Moza, kujdes mikrofonin", gjë që solli edhe ndërprerjen e bisedës së tyre. Ky moment ka shkaktuar reagime mes ndjekësve, ndërsa nuk ka munguar as komenti ironizues i vet Fabiolës në rrjetet sociale. Përmes shënimit, "Mos e vec", pyet se kallzon, ajo ka thumbuar hapur situatën duke lënë të kuptohet se biseda të tilla zbulojnë detaje të prapaskenave që produksioni përpiqet t'i mbajë të fshehura nga publiku. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.